Mirëmbrëma të gjithëve. Është kënaqësi që fillojmë këtë vit të ri me një prej ekspozitave ku vitin e kaluam la një gjurmë të rëndësishme në historinë e fotografisë. Një projekt I cili vjen në bashkëpunim me The Photographers Gallery të Londrës. Është një ekspozitë e cila u shfaq përpara në këtë institucion të rëndësishëm. Një ekspozitë realizuar në bashkëpunim me Fondacionin Zofia Rydet edhe gjithashtu me Adam Mickiewicz Institut, edhe me dy partner tjerë mjaft të rëndësishme, me ambasadën e Shqipërisë në Poloni edhe me ambasadën e Polonisë në Shqipëri, të cilët kanë luajtur edhe ato një rol të rëndësishëm. Pse Zofia Rydet është një projekt kaq I rëndësishëm, pikërisht regjistri sociologjik, një vepër saj monumentale, e cila fillon diku në vitet 70 me rreth 20.000 imazhe dhe kulmon në fillimin e viteve 90 në një rol dokumentues të shtëpive, të brëndive të shtëpive, të grave në pragjet e dyrëve, tek shtëpitë, të gjithë mënyra e jetesës e shoqënisë polake. Kam kënaqësinë të ftoj në këtë fjalë timen përfaqësuesen e Fondacionit Zofia Rydet, e cila sigurisht ka një lidhje familjare me vetë artistën, edhe gjithashtu Claire Graphic, e cila është drejtuesja e ekspozitave të The Photographers Gallery. Siç edhe mund ta keni njeh nga komunikimi I muzeut këtë vit, do të kemi rreth 6 ekspozita. Pra, këtu një javë më vonë, ne përgatitemi për hapjen e një tjetër ekspozitet, pra për ekspozitën e Rockzoisit në katin e dytë, e cila është edhe ajo një tjetër projekt I rëndësishëm, një punë thuajse 1 vjeçare me Institutin e Antropologjisë. Për të viju pastaj me momente tjera të rëndësishme gjatë vitit, me ekspozimin për herën e parë të rreth 100 veprave origjinale që I sjellim nga New Yorku të fotografit John Milley, të artistes franceze Marian Maric, me veprat e Krisanthi Venedikut, një prej fotografeve femra të dënuar rënd nga regjimi komunist, dhe për të kulmuar programin me artisten me famë ndërkombëtare, artisten iraniane Shirin Neshat. Besoj se kështu lajmë një gjurmë tjetër të rëndësishme për qytetin. Nuk du të zgjatem më shumë, por fjalën po ja kaloj Zofias. Zofia, please. Thank you, Lucian. I'm sorry, but I don't know what he said, so it's possible that I will repeat something. So probably you said already that I'm a representative of the foundation of Zofia Rydet, but what is more important for me is that she was my close family. She was my great aunt. And when I was going here to Albania, many people asked me how is it possible that we are taking sociological record to Albania. So I will shortly tell you the story. It was Dorota Hrodyska, who was president of Polish-Albanian Association, and she's a great enthusiast of Albanian culture. She heard in the radio about Zofia Rydet making photographs in Albania, and she called me. She came to our archive in Krakow. We were watching the photographs, and she said that we have to do something together between our two countries. And then we had a few years break because of COVID, and about 1 year ago, she called me once again and she asked me for help to make a presentation for Madame Ambassador Mimoza Halimi to present her the work of Zofia Rydet. And so few days later, Madame Halimi came to the foundation. She watched the photographs made in Albania and she liked them. And we were
having some small talk and about holidays, and accidentally I was coming to Albania last year with my family, and she said, okay, I will give you the number to Lucian, the director of Marubi. So I came to Albania, I called Lucian, we've met here, and for those who know him, probably it will not be surprising that, because I thought that it will be just a conception, and he said, Zofia, no problem, we will do the exhibition. And here we are, after more than 60 years, Zofia Redet is back in Albania, and I'm really, really happy about it. And I wanted to say thank you to all the team and each person who helped us to realize this project. Thank you very much. Hi, everyone. Thank you so much for coming tonight. It's just so wonderful to see you all here. And my role is really just to say lots of thank yous. But we were just now talking about the reception that Zofia's work received in Poland and in London. And we were laughing because everyone, when they show in Poland, that people look at them and they say, oh, these are so Polish. And then we took them to London and everyone said, oh, these are so British. And hopefully when everyone sees them here in Albania, they'll go, wow, these are so Albanian. Because I think there's something very universal in the sort of texture of these photographs that everyone can relate to. And I think that was Zofia's real talent, to make something that everyone felt they were part of. So for me, this is a dream project. It was absolutely amazing to bring it to London, but almost more amazing now to be able to bring it to Albania, work with Lucian and the amazing team here, but also thanks so much to all our collaborators, Carol, the co-curator of the show. It's just been a really wonderful time for us at the Photographers Gallery to be able to bring this into our programme and to bring such wonderful collaborations with us. So thank you. Thank you. Faleminderit dhe diçka të fundit, mos të harrojmë. Pjesë e kësaj ekspozite, ndryshe për variantit të saj në Londër, pranë televizorave do keni mundësi të shikoni edhe disa fotografi të Shqipënisë të pa publikuar përpara, të qyteteve si Kruja, Saranda, Shkodra, Tirana e Durrësi. Kështu që faleminderit, edhe kështu e hapim programin e këtij viti.